Selamu alaikum wa rahmatullah. E kemi një pyetje ose me favor. Vëllau pyet. Selamu alaikum për hoxhën tonë të nderuar, kam një pyetje. A jepën vitrat edhe për fëmijën që është në barkun e nënës, apo vetëm pasi të lind Allah i nderoft? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nëse gruaja është shtatzon më shumë se ditën e 43, duhet me dhënë vitra edhe për fëmijën që e ka në bark. Dhe kjo duke u mbështet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është në Bukhari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar formën edhe etapat e krijimit. Kur është në ditën e 40, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fëmia e merr një formë. Pastaj dita 41 e merr një formë tjetër. Pastaj dita 42 e merr një formë tjetër. Pastaj dita 43 i vjen shpirti, ja vjen Allah subhanahu wa taala, e qënë me lekën një dhon shpirtin, me shkrua sa ka me jetu, kur ka me vdek, ka me qenë i lumtur, ose i dëshpëruar dhe ka me qenë prej banorëve të zjarrit ose prej banorëve të xhenetit. Në pjesë tjetër komentatorët të hadithit, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thonë me pastaj e kanë komentuar gjithë ka 40. Kur është në ditën e 40 e merr një formë, thonë me pastaj plus 40, thonë 80, thonë me plus 40 të 120 dhe mendojnë se shpirti vjen në ditën në mas ditës 120. Por ajo që duket më saktë, Allah subhanahu wa taala din mas miri se fëmia është i gjallë në ditën e 43. Dhe me që është i gjallë në ditën e 43, i merr të gjitha dispozitat e një njeriu të madh, një njeriu të rritur. Por të me pas kujdes, mos me abortue në asnjë rrethon hiç kur fare, se s'lejohet me myt njerin kur fare. Nëse kanë kaluar më shumë se 43 ditë, mos me abortu për shkak se llogaritet në mbytje. Edhe nuk llogaritet në mbytje e thjesht, po sigur se i ka të gjitha dispozitat e njeriu. Nëse abortohet vetë pa nxitje, vorroset, pastrohet edhe i ka të gjitha dispozitat sigur më ka një njeri i madh, për shkak se është i formuar dhe i ka gjymtyrt. Atëherë me që i merr të gjitha dispozitat prej kohës kur është i gjallë, prej kohës kur ka shpirt, i merr të gjitha dispozitat e jetës njeriu, trupit njeriu e merr edhe përgjegjësinë e sadakatul fitrit. Atëre, mundet më konë pyetja, kjo s'ka agjërua, po s'ka agjërua është e vërtet, edhe sadakatul fitri jipet edhe për ata të cilët nuk kanë agjërua me arsye. Fëmijët edhe derisa të hyjnë moshën madhore ose derisa përballojnë ashtu se kanë obligim agjërimin, por për ata jepën vitrat. Edhe për të gjithë besimtarët, të cilët janë të gjallë, jepën vitrat. Wallahu a'lam.